Një nga shprehjet e prindërve apo gjyshërve tanë që s'ta ka bërë kurrë sens në rini ishte partneri të jetës shih familjen. Na e thonin atëherë kur ne dashuronim atë çunin apo vajzën për mënyrën si buzëqeshte, si na shtrëngonte dorën krejt papritur poshtë bankës, si na surprizonte rrugës duke vjedhur një lule, apo si na shprehte dashurinë. E ndërsa ta flisnim me krenari për familjen e tyre, ne emocionoheshim se shinim tek ata babain apo nënën e ardhshme të fëmijëve tanë. Nëse ata nuk flisnin mirë, ne i përqafonim dhe ndoshta ndjenim kënaqësinë të qenit shpatulla e vetme që do të kishin. Të dashuruar e të verbuar në përfytyrimet tona, familja e tjetrit kishte rëndësi vetëm në takimin e parë, sepse ai takim do të thoshte që dashuria jon nuk do ishte e përkohshme, por po kalonte në një lidhje serioze. Pastaj se çfarë ndodhte në pjesën tjetër të jetës, pak rëndësi ka patur për ne. Mesatarja e moshës së martesës së parë në Shqipëri, edhe pse i është afruar të 30-tave këto 4 vitet e fundit, ka qenë për shumë dekada në kufirin midis 22 deri në 28 vjeç. Këto janë vitet kur ti kupton për herë të parë përgjegjësitë tua në jetë. Atëherë fillon mëson se çfarë është puna, çfarë është një marrëdhënie serioze, çfarë është familja dhe je biologjikisht e pa përgatitur sa të lejohet edhe padia, siç të tolerohen edhe ëndrat. Pastaj vjen goditja. Kupton se ata, pra partneri apo partnerja jote, nuk janë një entitet i pavarur, po vinë në të përditshmen që e ndani bashkë me të gjithë genet e trashëguara të familjes së tyre. Vinë me bagazhet e një jete që i ka nisur në nënhyqmin e 2 njerëzve krejtësisht të rritur e të edukuar ndryshe nga familja jote. Vinë të formatuar me zakone, vese e virtyte të përvetësuara nga një fëmijëri shumë larg ndoshta në distancë apo në kulturë nga jotja. Ti rrugës mëson që prania apo mungesa e nënës apo e babait në jetën e tyre ka ndikim të përditshëm në zgjedhjet që partneri apo partnerja jote bëjnë. Ajo dashuri e madhe që ai kishte për nënën dhe ti e romantizoi aq shumë në fillimet e dashurisë, papritur e kupton që është thjesht një lidhje toksike, ku mamaja nuk do të humb kontrollin mbi të birin. Varësia e babait të tij ndaj alkoolit mund të rikthehet tek i biri në një formë tjetër varësie. Viktimizimi i nënës së tij apo saj në fëmijëri do sjellë në shtëpinë tënde një partner të dhënuar nga ndjenja e detyrës dhe shpesh të pajustifikueshme deri në keqpërdorim nga familja e tij. Partneri arritur nga një nënë që gënjente gjithmonë babain ose ulte atë, mundet edhe ajo të jetë po aq e zonja për të fshehur gjëra dhe për të mos u shfaqur kurrë e sinqert. Kur bëhesh prind, përballesh edhe me një shok tjetër, disniveli kulturor i familjeve. Nëse je rritur në një familje të etur për të mësuar, për të edukuar, me ambicie për të bërë përpara, dhe tashmë je bërë pjesë e një familje që jeton me konspiracione dhe fajson gjithë botën për pafsinë e saj, çdo ditë më shumë shqetësohesh që fëmia yt të mos u ngjajë atyre. Dhe fëmia i vogël i shkret naiv nuk kupton pse rritet më i afërt me tezet se hallat, apo pse sa herë bën gabime, i thuhet duke u shfryrë nga një prind që ai ngjan nga raca e prindit tjetër. Përplasjet mes familjeve të prindërve tanë bëhen edhe ato pjesë e formimit të identitetit ton. Dhe sa më të forta janë këto përplasje, aq më shumë plag marrim ne me vete. Unë personalisht them që dashuria duhet të rri ashtu siç është, e çmendur dhe budallaqe, por them me bindje që edhe martesa është fat. Jo gjithmonë në fakt familja pasqyron sjelljen e partnerëve. Ka shumë histori ku traumat kanë rritur partner të jashtëzakonshëm, të cilët i kanë superuar dhe janë bërë shumë herë më të mirë se paraardhësit e tyre. Por në përgjithësi fatkeqësisht nuk ka kaq shumë heronj, apo kaq shumë të ndërgjegjshëm për të mos përsëritur gabimet e prindërve të tyre. Madje në një shoqëri si e jona, ku mbetet ende kërcënim kombëtar që të analizosh e të demistifikosh familjen, ku figura e nënës mbetet e papërlyer edhe kur ajo realisht ka bërë dëme të parikuperueshme te pasardhësit e saj, vështirë ende që të guxosh të krijosh një mentalitet të pavarur nga ajo çfarë ke mësuar. Dashuria është emocion dhe kimi. Është e trisht të mos e provosh të paktën një herë të budallepsesh nga dashuria për aq kohë sa zgjat. Por martesa është e gjithë jeta jonë. Është edhe jeta jonë pas vdekjes, sepse janë fëmijët ata që do të trashëgojnë pengjet apo traumat e pasgjidhura nga lidhjet tona të gabuara. Ndaj kur prindrit na thonë shih familjen, e thonë sepse para kanë eksperiencën e tyre, dhe e dyta sepse ata dhe brezat e mëparshëm dhe në tërësi të gjithë ne jemi pasardhës të konceptit fillestar të martesës, aleancë midis familjeve e fisëve, siguri dhe trashëgimi, kontrolli i riprodhimit dhe përkufizimi i strukturës së familjes. Në ditët e sotme nuk e pranojmë dot martesën të jetë kaq e ftohtë në përllogaritje. Por me rritjen e numrit të divorceve në gati 50%, nuk mund të themi që edhe bashkimi nga dashuria e madhe ka funksionuar, siç nuk kanë funksionuar dhe shumë blesërira.
Për te çdo gjëja, këm ngul dhe the martesa është fat. E nëse fatin themi se nuk e kemi në dorë, kemi të pak të mundësi në ditët e sotme që përpara se të nxitojmë të hymë të verbër në një bashkim përpara ligjit, të presim të paktën sa t'na kthehet pak shikimi e logjika, sa t'na zbet perdja e pasionit të dashurisë, e të dallojmë qartë familjen që do të bëhet aksionere me të drejta të barabarta në genin e fëmijëve tanë. E nëse kësaj nuk ja dalim dot ta kuptojmë, unë do shtoja, sa mirë sikur të përgatisim gjithmonë veten për një exit plan, që do thotë, të ndërtojmë jetën tonë të pavarur nga vlerat e shtuara që mund të na sjellë bashkimi me familjen tjetër. Le të jenë partnerët tanë hynit mbi tokë po të duan për familjet e tyre, por në unionin tonë të vogël, duhet të këmbgulim deri në fund që ne jemi dy njerëz me detyrime të barabarta. Zot ka vetëm një dhe është atje lart, e nuk ka e s'mund të ketë fytyrën asnjë fisi.